Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Çfarë gjykimi ka për atë person që ha qëllimisht me vetdije gjatë Ramazanit? A pranohet pendimi i tij? Po, thon dietarët, pendimi i tij pranohet nëse ky pendim është në përputhje me kushtet e pendimit, siç është keqardhja për veprimin që ka bërë, pra të ndjejë keqardhje, që ndërpreu agjërimin e tij me vetdije, ta braktisë me njëherë atë gjuna, në këtë rast të filloj të agjëroj përsëri dhe të ketë vendosmëri tek vetja që nuk do t'i rikthehet më një gjunahu të tillë. Nëse ky pendim i përmban këto kushte, atëherë pendimi i tij pranohet. Pendimi i tij pranohet sado i madh që të jetë gjunahu. Dhe Allahu i lartësuar thot: "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Unë, thot Allahu i lartësuar, jam falës i madh për çdo kënd që pendohet, beson dhe bën vepra të mira e është nga të udhëzuarit. A lejohet vendosja e pikave të ilaçit në sy gjatë agjërimit? Po, thon dietarët, lejohet diçka e tillë dhe kjo nuk e prish agjërimin, pra agjërimi i tij është i saktë. Sallallahu alaihi wasallam.